Sa janë të sigurt gazetarët në Kosovë për me bo punën e tyre? Realisht, mundem me thonë që vitet fundit ndoshta ka pas pak një efikasitet të prokurorisë dhe gjykatave në trajtimin e rasteve të gazetarëve, sepse kemi po që ka pas rëzënime efektive, ndoshta jo të arsyeshme ose në minimas sa i dasht, po ka pasur ndoshta një përmirësim të aspekti gjyqësorit, se çysh i ka trajtuar ratet e gazetarëve edhe dënimet që janë shqiptu. Tash edhe më herët që kemi një gjuhë ndaj gazetarëve që shpeshherë mendoj që këtu mungon edukimi medial ndaj qytetarëve, sepse nuk e dinë dhe nuk e kanë të qartë që një koment në Facebook mundet më përfshin vepër penale. Po thjesht nuk është një koment që ti po e bën për një ex gazetar, por ai koment i cili mundet me pas gjuhë kërcënuese, mundesh me përfundu në gjykatë, që kemi pas raste të shumë personave që kanë përfunduar në gjykatë për një komenti në Facebook. Po atje po thonë që ja u kanë haku masanej llogarit. Mbetet pjesë e provave të prokurorisë dhe gjykatës, por sigurisht kemi pas dënime nga gjykata për këto komente, kështu që ndoshta po tham edhe kjo është çështja e edukimit medial, që ata nuk e dinë çish me i përdor mediat. Çka është më keq është që nuk pres prej gjeneratave të vjetra me ditë me i kuptu mediat edhe me ditë me i dallu lajmet se çka është vërtet dhe çka jo, por mendoj që do duhej me punu shumë ma shumë në edukim të rive se çish përdoren mediat. Ata janë, mos them 24 orë në rrjetet sociale, media sociale, Facebook, Instagram, TikTok, por nuk e kanë idenë më të vogël se çka prodhojnë dhe çfarë efekte kanë ato. Te pjesa e kërcënimeve, pa dalë vetëm të hulumtimet tona, kemi pas hulumtime edhe te nesi betimi për drejtësi, ku ka pas arrestim të prokurorëve, arrestim të krerëve të policisë, domethënë që kanë prodhuar efekte. Po edhe të atyre që i kanë kërcënuar gazetarët tonë. Po. Edhe rastet të cilat janë ngrita këta akuza, ku ka pas dënime për shkak të kërcënimeve e sulmeve që i kanë bërë. Por ka pasur kërcënime edhe ndaj gazetarëve tonë, ka pas akt akuza, por kemi pas raste edhe kur prokuroria ndoshta nuk ka vlerësuar kërcënimin në mënyrën e dur, apo ka pas raste kur nuk i ka vlerësuar provat si duhet dhe nuk e ka konsideruar kërcënimin, ndonse ato janë dëshmuar me inqizime, me video inqizime. Kështu që besoj që duhet më ngrit edhe niveli i mënyrës së hetimeve nga ana e prokurorëve, por në njëjtën kohë mendoj që duhet secili me kuptuar rolin e gazetarëve. Gazetarët nuk bëjnë tema vetëm se duhet me dalë diçka, sidomos se media që për cilin raporton ka një standard lartë profesional dhe normalisht ta me i kalon gjitha filtrat e kontrollit paraprakisht ai hulumtim. Përveç kërcënimeve jemi përballë edhe me padi civile, ndoshta vetë fundit gazetarët janë përballë me shumë padi civile që nuk ka qenë më herët. Këto mund të konsiderohen edhe si padi slap, ku thjesht ka qenë për me i friksu përmes proceseve të gjata gjyqësore gazetarët, ndërkohë që në fund dihet se çish kanë me përfunduar ato raste. Zoti Beja, si ambient në aspektin e sigurisë, çish ka qëndruar Kosova në këto vite kur e kemi pasur që ka pas raste të shumta, thonat e AKK-s thonë që numri ka qenë në rritje i rasteve të sulmeve, kërcënimeve ndaj gazetarëve. Zakonisht kur përmenden këto raste të sulmeve, domethënë na llogaritëm ndoshta vetë si sulm fizik ose thonë po nuk u vrau kërkush. Domethënë është shqetësuese veç me menu që në shekullin e në vitin cilin po jetojmë, duhet me u vrau dikush për me kuptua a ka kështu ambient jo të mirë për mediat edhe gazetarët ajo, për të asaj që prokuroria dhe gjyqësori besoj që ndoshta e kanë fuqizuar pak luftën, domethënë ndaj këtyre personave që edhe komentojnë edhe sulmojnë, është problematike kur thonë që kemi kriju një farë dra strategji ose një farë kampanje ose diçka, domethënë unë mendoj që duhet më shumë punë konkrete, jo fjalë në ajër, në momentin kur dikush e kryen një sulm ose e kryen edhe një kanosje të tillë në rrjete sociale, duhet veprimi me menaxhim institucioneve, edhe që me fuqizu sidomos në ndërlidhja në mes policisë dhe njësive të veta për siguri kibernetike me prokurorinë në mënyrë që sidomos fake profilet cilë përdoren mas shumëti, domethënë në anën nacionale kena raportu për disa profile fake që janë kryesisht me emrat grave, edhe që përdorin gjuhë të tmerrshme ndaj kujtdo që del kundër këtij pushteti, domethënë është problem me identifiku na si qytetar, por që ata unë besoj që duhet me pas mekanizma më të fuqishëm shteti që me zhvillu akoma më shumë njësinë kibernetike brenda policisë të Kosovës, edhe AKK-ja normalisht që e bën punën e vet me reagimin edhe me këtë luftën publike e kisha qujtë edhe ata nuk është që kanë qenë hiç më mirë, domethënë në këtë kuptimin e sulmeve se sa do që ata reagojnë, domethënë ju gjuhën edhe AKK-s,
Domethënë është një ambient jo i mirë, po unë menoj që gazetarët në Kosovë nuk është që e marrin shumë nga zemra këtë farë pune. Domethënë nështë edhe përvoja që e kanë pas edhe me pushtetet kalume, edhe mënyra që i kanë bollë edhe këtij pushtetin, menoj që është për notën 10 që nuk mundesh brenda natës betim ti me pas në historie të mira dhe me u vlerësu si hero për këtyre militantëve, e të nesërmën kur raporton diçka për partinë që ata e mbështesin, ti më u bë tradhtar. Realisht ti nuk je në asnjëon, as të heroja, as të tradhtarit, ti thjesht je të kry punën tonë, edhe do të më mbet në çat nivel. Sado më herët që njerëzit e kuptojnë, unë besoj që në përgjithësi shumë e madhe është edhe e diasporës që kanë punë në 10 raste kanë qenë ata që kanë përdorur gjuhë të tillë ndaj gazetarëve, sa më herët që e kuptojnë që kjo nuk është rruga e duhur, është më mirë, por nëse ata nuk e kuptojnë as gazetarët, besoj që e kanë nërmen munal. Po besoj që në asnjë formë nuk do të ndalen gazetarët asnjëherë. Këto probleme të cilat i diskutuam pak a shumë janë pjesë e raportit të progresit, sidomos kur flet edhe për lirinë e shprehjes, ku theksohet që ka presione, ka sulme verbale, por edhe ka mungesë nganjëherë të duhur të reagimit të institucioneve. Ka pas kërcënime, po ka pas ajo që theksohet fushata diskredituese dhe presion ndaj gazetarëve. E thamë edhe më herët që ka qenë një klimë jo e mirë. Çka është rruga për ta ndryshuar këtë? Si duhet ndryshohet? A mund ndryshohet kjo nga vetë komuniteti i gazetarëve, apo duhet që aktérët institucional ta luajnë rolin që e kanë dhe ata ta vendosin një klimë në të cilën bëhet e mundshme edhe ushtrimi i profesionit gazetarisë pa presione, pa kërcënime dhe ka një transparencë e llogaridhënie para publikut. Unë mendoj që fillimisht normalisht aktérët që kanë pushtet duhet me ndalë luftën ndaj gazetarëve. E kemi pas që për 4 vite, ose 5 vite, kanë thënë që nuk marrin pjesë në këtë medium, nuk shkojnë në debat në këtë medium, ndërkohë që i kanë rrapë pishman dhe në kësi prapë në qato studio televizive. Kështu që kjo ka qenë ndoshta sulmi ndaj mediave, ka qenë propagandë e tyre për me arritë qëllimet të caktuara. Meqense se gazetarët kanë raportuar në vazhdimsi mirë, po mendoj që edhe gazetarët, ata profesional nuk duhet më u përfshi shumë në debate direkte të me pushtetin. Ata duhet me raportu për çështjet me prova, argumente, po jo me u përfshi direkt në debate me pushtetin, sepse atëherë mendoj që e humb pak rolin e gazetarit. Sa i përket pjesës e gazetarëve, mendoj që edhe raporti i progresit e përmend që në Kosovë pak a shumë ka media të cilave nuk ju dihet pronari, kështu që mendoj që duhet me u bë një klasifikim i mediave ku ju dihet pronari, ku dihet kryeredaktori, dihet redaktori dhe gjithë redaksia që punojnë atë medium, në mënyrë që edhe publiku me pas qartë se cilës media me i besu dhe cilas media jo. E përmend edhe Besiani që ka pas profile tepër të mëdha, të cilat kanë arritur me u zhvillu shumë shpejt dhe me bë të thanë ndjekës shumë shpejt dhe në mënyrë që me përcjell në vazhdimsi propagandën e tyre. Kështu që gazetarët edhe përmes raportimeve të tyre, përmes një fact checking kështu, me tregu në vazhdimsi se cilat portale ose cilat faqe që operojnë në Facebook e kanë një prapavi ose e kanë gazetar mbrapa apo nuk kanë gazetar mbrapa, sepse kemi pas faqet që në vazhdimsi bëjnë propaganda, i gjejnë çdo kohë, i gjejnë në secilin portal, i gjejnë në secilin koment, dhe nëse e sheh nuk dihet se kush qëndron mbrapa atij profilit. Kështu që mendoj që në këtë rast duhet edhe prokuroria me i hetu këto faqe, meqense kemi pas edhe raste të fushatës në Mitrovic, edhe në raste tjera ku këto profile pikërisht kanë ndikuar edhe mënyrën se çështën po zgjedhjet atje. Mendoj që gazetarët duhet më fokusu më shumë edhe te kjo që thash në verifikimin e fakteve, me bën një edukim për publikun se çka me përcjellës dhe se çka jo, dhe normalisht edhe vetë qeveritarët me ndalë këtë gjuhë të urrëties që kanë mbjellë thamë tek publiku për gazetarët. Të veja përgjithësia për me kriju këtë klimë edhe me kriju ambientin e favorshëm për me ushtru profesionin e gazetarisë është e shtetit. Pra shteti duhet me qenë ai që i krijon krejt mekanizmat, por edhe e krijon këtë diskursin publik që transparenca dhe llogaridhënia para publikut janë obligim dhe